për të qartë edhe lindës Surrelit, se do t'u marrë me leska, prandaj po ndodhë kjo, të dyve ja u ka bërë të qartë, se dyshimi grave është i pakufishëm. I pakufishëm. Zoti Berisha, po për emrimin e Sokol Bishgës në kryet policisë. Një armik i egër i ligjit, një tradhtar i bashkëluftarit, i kolegut të tij, që e dogjen të gjallë në makinë kriminal Gjergj Mehmetin, dhe ky ja mbathi dhe dele u thot se kalova në për Kodra, në për Male, në për ky si partizan gjoja më thonë. Ky është një tradhtar i cili meriton të dënohet për tradhti të lartë ndaj shokut, ndaj bashkëluftarit, të paktën 30 vite minimumi. Dhe prandaj e vuri Edi Rama tani atë. Hoqi këtë prodën se nuk mbrojti vilën e Enverit. Nuk mbrojti vilën e Enverit dhe vuri këtë tani kundër opozicës. Por ta di mirë se opozita e ka të denuar atë. Do vazhdoni sërish protestat në Molotov? Urdhë? Do vazhdoni? Protestat në Molotov. Protestat i kemi më paqësore. Në qoftë se përdoren disa element piroteknik, ato janë shprehje urrëties ndaj Edi Ramës, por gjerë sot, dy gjëra mund të them. Protestat tona janë absolutisht paqësore, do jenë paqësore, dhe kjo është zgjidhje, jo imponim, por kjo është besimi ynë se në tillë shkojmë. Po, janë përdor mjete piroteknike, të cilat ju i quani bomba, bomba Molotov, por nuk ka një njeri të plagosur prej tyre. Asnjë. E para, nuk ka një polic të plagosur. Kemi njerëz të qelluar në kokë me plumë gome. Jo një, disa. Kemi shumë probleme, por ne qëndrojmë në protestat pa dhunë. Ne jemi të vendosur të vazhdojmë protestat tona pa dhunë. Asnjë polic. Filluan me dhanë komunikata si japin më, sepse ja u vërtetonim që atë moment që i kishin gënjeshtra. Asnjë polic i plagosur nga protestuesit. Disa protestues të plagosur dhe plumë në ballë, plumë bazveshi, në mënyrë të egër nga Sokol Bishga dhe ky proda që iku. Për sa i përket tani me që hyra në të temë, sigurisht ndjej shumë keqardhje për ata të huaj që kanë qenë aty dhe i siguroj që ata nuk kanë qenë kur objekti atyre që kanë hudhur ato mjete piroteknike. Jo, por s'kan ditë se janë aty. Sidoqoftë, thash, për ata ndjej keqardhje të madhe, nuk duhet note kurse si, dy thanë se kanë qenë dy zonja ose dy të huaj, nuk e ka ditë njeri fare, një gjë është. Kjo trashëgimia e Enver Hoxhës, unë për shembull e mora vesh pasi pyeta dhe më thanë që është bërë qendër kulturore. Qendër kulturore, ajo mund të ishte muze i torturave shnjërzore, por qendër kulturore Vila Enver Hoxhës është një fyrje madhe për mbi 7.000 të ekzekutur barbarisht për vlerat themelore të njeriut, për 40.000 të internuar, për 120.000 të përsekutur. Ajo qendër kulturore, vetëm mendja e smurë e Edi Ramës që adhuron Enver Hoxhën mund ta bënte. Unë nuk isha ndëgjuar kurrë. Ja u them ju, jo, s'kisha ndëgjuar. Të them të vërtetën, 1 minutë. Qendër kulturore, jo, ajo mund të ishte muzeu i torturave. Po, ka muze torturash,
ka muze të torturash, dhe ajo mund bëj muzeu i torturave të çnjerëzore të diktaturës. Megjithatë, kjo me këtë unë nuk justifikoj fare dhe prania atyre dy të hujve është keqardhje e madhe për mua, sepse nuk duhet në asnjë mënyrë të krijoj shqetësi. Urdhoni? Po, apo shpreh keqardhje unë. Unë e mora vesh se aty ajo është shtruhet qendër kulturore, absolutisht pasi ndodhi ngjarja. Pa isha më larg, pyeta çfarë po bëhet aty dhe më thanë është qendër kulturore. Se çfarë qendër kulturore mund të jetë shtëpia e diktatorit, e din ata që e din Edi Rama. E ka adhurim Edi Rama atë. Se çfarë frymëzimi mund të gjejnë për kulturën ai, antikultura po. Antikulturë, qendre antikulturës, sepse kultura socialiste ishte antikulturë, ishte pseudokulturë. Ndaj dhe unë u habita mrapo, po kjo s'është punë ime, ka bërë Edi Rama. Edi Rama është i njohur si adhurues i tij, jati i tij ka qenë zëvendësi Nexhmi Hoxhës, po, nën kryetari i Frontit Demokratik, Nexhmia ishte kryetare, pra i kanë lidhje familjare. Zoti Berisha, largimin e titullarit policisë shtetit, a e konsideroni si sukses të protestës të së shtunës? Ka një fakt që ai u largue i shenjuar nga ne si një armik i ligjit, si një bashkëpunëtor i bandave, i sigurt kjo, të gjitha. Por, druaj se u largua për shkak se nuk ka mbrojtur vilën e Enver Hoxhës. Dhe kjo pastaj nuk them, thash, gjersa aty kishte njerëz dhe gjersa ishte qendër kulture, se policia, siç e pat ju, kudo na doli me ato mburojat para dhe na pengonte. Aty s'kishte njeri, ata s'kan pa njeri aty, ata kanë menduar që nuk ka njeri. Ky është gjithë problemi. Dhe duket se tani që u bë bilet, aty u tha dhe më keq, që u them unë ju, aty u tha se kanë fut njerëz të policisë kriminale të thonë protestuesve që banon Edi Rama aty. Dhe fillimi i sulmeve ndaj asaj vile ka ardhur me besimin se aty banon Edi Rama. Urrejtja për Edi Ramën është e pakufishme dhe ne nuk mund t'i dalim, nuk mundet ne që të pengojmë urrejtjen ndaj Edi Ramës. Kjo është e vërteta. Por kjo nuk ishte aty, ai banonte her pas here tek vila e Mehmet Shehut. Nuk banonte aty, u sqaruan gjërat. Pra, tani ka të tjerë, një minutë. Se tani ka të tjerë që thonë aty është projekt Kulle. Nuk e di këtë. Po njerëz të afërt me Ramën kanë shuar idetë se është në projekt Kulle. Sidoqoftë, atyre dy të hujve ju kërkoj ndjes pa diskutim dhe shpreh keqardhje, se nuk duhej, kurse si dhe po të dijej se është qendër kulturore dhe se aty ka të huj, kjo nuk mund të ndodhte. Pikë, do të ishte se nuk shqetësojmë. Zoti Berisha, kush është më rëndësishme, ish vila e Enverit apo shtëpia me gjethe që dikur kryeshin përgjimet e sigurimit të shtetit? Asgjë nuk krahasohet me mizorin e Enver Hoxhës. Enver Hoxha ishte njeriu më mizor, i cili shumë më tepër vrau me uri kronike shqiptar se sa me skuadra ekzekutimi. Ju nuk i dini, nuk keni jetuar në atë periudhë, kur 70% e shqiptarve jetonin absolutisht buk, krip dhe shërbet. Ose lëng kripe, ose lëng sheqeri, edhe buk misri.